Dhe këto janë mesazhe që ti mund t'i bësh me tekst, me audio, me video screen record, mund të përdorësh AI për të bërë një voice ship me një AI tjetër nëse nuk do t'i jesh vet. Po mendoj ti flet mjaftueshëm, mund të bësh një video dhe me një mikrofon e bën atë voice over ku tregon, ok, po i shpjegoj se si mora një logo, kjo është logo e vjetër që kishte dhe si e transformova. Në fillim bëra 1 2 3 4. Pastaj u mundova që të bisedoja me klientin te ngjyrat që përkasnin brendit të klientit. Pra trego pak më shumë për procesin e krijimit të logos. Ti ke për të tërhequr jo vetëm sipërmarrës, por ke për të tërhequr dhe njerëz që i pëlqejnë të bëjnë graphic design, sepse po marrin ide. Dhe çfarë do ndodhi nëse ti rrit një audiencë, jo vetëm që ti do kesh më shumë interes, njerëz do thonë që hey, a bë dhe mua një logo, sa kushton për një broshurë. Pra njerëz do kenë interes, por tani ke gjithë ta graphic designer që të bëjnë follow. Ku ke gjithë ta graphic designer që bëjnë follow, ti mund të shesësh një kurs të regjistruar se si ti mund të bësh një tutorial me Canva. Në këtë mënyrë ti e rrit dhe biznesin më shumë. Tani je duke shitur kurse, apo je duke shitur guida, tutoriale që ti mund të bësh në shtëpi, i bën një recording dhe paza thjesht e tregon shtyp këtë, bëj këtë. Dhe njerëzit këto tutoriale mund t'i ndjekin, pra i shet edhe këto si kurse në të ardhmen.